Anisa Ramazani dhe Daniel Nozli janë ndër studentët e parë që ndjekin programin e ri të studimit Gjuhë Frënge dhe Gjuhë e Shenjave Shqipe në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja. Ata e shohin këtë deg si një mundësi unike për t'u afruar më shumë në botën e komunikimit pa barriera. Sot unë jam pjesë e universitetit në një degë cila është shumë e përshtatshme për ne, Gjuhë Frënge e Gjuhë Shenjash. Mendoj që ndihem e barabartë si bashkëmoshatarët e mi dhe shpresoj shumë që të ardhmen të jem një mësuese shumë e mirë për fëmijët që nuk dëgjojnë. Në Shqipëri nuk ka qenë asnjëherë mundësia për të rinj që nuk dëgjojnë, të cilët të ndiqnin universitetin. Dhe unë mendoj që ka ndryshuar shumë edhe qasja që është drejt edukimit e njerëzve që nuk dëgjojnë. Unë ndihem shumë i lumtur, sepse më përpara të rinj që nuk dëgjojnë nuk kanë pasur mundësi që të ndjekin universitetin dhe unë dëshiroj shumë që në të ardhmen të punoj si mësues. Po, unë jam i punësuar part-time dhe kryesisht në orarin e mbasdites. Pas një pune kërkimore dhe përgatitore që ka zgjatur rreth 3 vjet, ky laborator përkthehet sot si risi për arsimin shqiptar. Ai synon të nxjisë gjithë përfshirjen dhe të krijojë ura komunikimi. Kam patur mundësinë pra që për herë të parë të mbarojnë gjimnazin dhe rrjedhimisht të futeshin në një program të tillë studimi. Shumë emocionues do thoja unë për gjithë pedagogët që japin mësim këtu, por nga ana institucionale dhe për ato përmbushjen e misionit që duhet ketë arsimi i lartë pra për të qenë sa më gjithë përfshirës dhe që komunikimi si i gjuhëve natyrore ashtu dhe i gjuhës shenjave, e cila tashmë njihet nga Këshilli i Evropës si gjuhë, të ketë një sukses sa më të madh. Në këto program do të studiojnë për herë të parë 14 student me një kurrikull që ndërthur gjuhën shqipe, franceze dhe angleze. Ky bashkëpunim mes Ministrisë së Arsimit, Shoqatës Kombëtare Shqiptare të Njerëzve që nuk dëgjojnë dhe Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit lindi nga nevoja reale e tregut të punës për interpret profesionist të gjuhës së shenjave.